kemi në drejtyrë dhe në krye të policisë shtetit njerëz të cilët janë gjakësor dhe po vrasin dhe njerëz të pafajshëm, siç dëshmoi dhe videa që pam dje në komisionin e hetimit për policinë. Kur do mblidhni mendjen dhe të mos i jepni kuraj krimit? Edhe kur t'i dilni për krah ndonjë kriminali apo pengmarrësi, siç bët me atë video ndje të para 15 viteve, ju siguroj do ketë gjithmonë punonjës policie që do bëjnë detyrën për të vënë ligjin në vend, qoftë kjo dhe me koston për të vrarë keqbërësit. Ky njeri jo vetëm që nuk mund të jetë hero, por ky njeri duhet të jetë në bankën e të akuzuarve, sepse kjo lloj psikologjie, kjo lloj nxitje e policisë shtetit për të vepruar në kundërshtim me detyrën, por duke vrarë njerëz të pafajshëm, nuk i shërben drejtësisë. Kuvendi i Shqipërisë duhet ndalet dhe të vërë gishtin mbi ata 4-5 deputet, cilët në një akt kuturpshëm trahtojnë punën e policisë shtetit, si s'ju vjen turpo, po më çon edhe televizionet e obovit, edhe nxisni gjakmarrje në këtë vend. Për çfarë? Për një punonjës policie që ka bërë detyrën. Distanconi. Dhe një gjë sot duhet thënë publikisht. Zoti Didi nuk është fajtor për këtë çështje. Në video duket qartë, pasi është ligujduar pengmarrësi, zotëria vret pengun që del gjizbet. Dhe tash ngrihet pyetja, pse u zhduk kjo video? Ju pastaj e merrni dhe e gradoni, sepse keni katandisur policinë si mos më keq.